I ftuari ynë është një nga zërat më të spikatur të politikës së re në Shqipëri. Pedagog, aktivist dhe drejtues i Lëvizjes Bashk, Arlind Qori. Ka ndërtuar profilin e tij politik mbi kauzat sociale, mbrojtjen e interesit publik, kritikën ndaj modelit aktual të qeverisjes, ku në muajt e fundit emri i tij dhe i Lëvizjes Bashk është lidhur shpesh për protestat qytetare, që kanë rikthyer debatin mbi reagimin e shoqërisë civile, rolin e opozitës dhe alternativat politike në vend. Në këtë intervistë do të flasim për protestat, zgjedhjet, aleancat politike, ambicjet e tij dhe përtej politikës do të njohim edhe Arlindin si bashkëshort, prind, pedagog dhe për të kuptuar se kush është pas figurës publike. Arlind, kënaqësi që të kam të ftuar sot. Falenderoj për ftesën. Emri i Lëvizjes Bashk është përmendur shpesh si një nga forcat që kanë mbështetur protestat e nisura pas ngjarjes së Zvërnecit. A jeni ju organizator të kësaj lëvizje qytetare apo thjesht një forcë politike që i është bashkuar asaj? Protesta qytetare është shumë e madhe për të pasur një parti organizatore dhe për të pasur çfarëdo lloj, po themi, entiteti që flet në emër të gjithë qytetarëve. Është një protestë e vetë organizuar nga dhjetra mijëra qytetarë, madje qindra mijëra qytetarë në kulmin e vet. E vetë organizuar. Veçoria e Lëvizjes Bashk është që se si duhet jetë një parti është se ka qenë zëri qytetarëve atëherë ku qytetarët nuk kanë qenë në shesh. Tani qytetarët janë shesh, s'ka nevojë për zërin e partive, se flasin në vetë parë. Vetë ideja e përfaqësimit nënkupton që ti të kesh mundësinë të flasësh dhe të veprosh në emër të shoqërisë. Tani që shoqëria flet vetë, s'ka nevojë për ne jemi aty pjesëmarrës për ditë me orë të tëra. Po, veçoria jonë si lëvizje është që ne kemi qenë në Zvërnec ditën që plasi, domethënë ditën që qytetari u tërhoi zvarr dhe ajo tërheqje zvarr nga gangsterët e policisë private në heshtjen edhe paralizimin e policisë shtetit nuk ishte vetëm një akt dhune i tmerrshëm, po ishte edhe treguesi një dhune strukturore që psojmë gjithë ne si qytetarë nga korrupsioni, nga zhvatja, nga ai quhet procesi i akumulimit nëpërmjet shpronësimit, ku ne pasuria jonë publike, shpeshherë edhe prona private është e tjetërsuar prej politikanëve të korruptuar edhe partnerëve të tyre në oligarkinë ekonomike dhe në krimin organizuar. Protesta ka hyrë në javën e 6. Do ta konsideronit si një fitore? Protesta është suksesshme në kuptimin e masivitetit dhe në zgjimin e ndërgjegjjes qytetare. Më është dashur ta them disa herë që tashmë shoqëria shqiptare është zgjuar për të mos fjetur mërkurr. Shoqëria jonë përpara këtyre protestave ka qenë disi apatike, me mosbesim në vete, me mosbesim se përmes aksionit kolektiv mund të ndryshojnë gjërat. Dhe ja se si ndodhi që në disa javë njerëzit ndryshuan 180 gradë qëndrimin e tyre, edhe qëndrojnë me orë të tëra në shesh, të rinj, prindër, fëmijë, njerëz të gjitha moshave, profesioneve, janë aty. Sigurisht, protesta ka disa kërkesa bazë, kërkesa kryesore është ndërheqja e Ramës, dhe sa kohë Rama nuk e ka thënë ndërheqjen, është ende një proces, askush mund të thotë triumf fitore. Gjithsesi ky është një proces, domethënë. Ka nisur një proces dhe unë besoj që ky proces do të zgjasë deri në ditën që të arrihen të gjitha objektivat e tij. Një përfaqësuese e Lëvizjes Bashk çoi çështjen deri në Parlamentin Evropian. Çfarë prisni konkretisht nga faktori ndërkombëtar? Të kuptojë ato të vërtetë që kuptojnë qytetarët shqiptarë, të kuptojnë që ne kemi të bëjmë me kryeministër të korruptuar, me kryeministër abuziv, me kryeministër autoritarist, me kryeministër që të lëshon policinë pse e tërre, pse gjuan me vezë, me kryeministër që të ndërsen instrumentet e shtetit dhe të kërcënon me burg dhjetra mijëra qytetarë për komentet e tyre në rrjetet sociale dhe në profilet e bizneseve të oligarkëve. Pra, të kuptojnë ato të vërtetë që ne jo vetëm e kuptojmë, por edhe ndjejmë kurriz. Edi Rama ja ka dalë përmes një makinerie sofistikuar të përpunimit të imazhit, ja ka dalë të krijojë në perëndim një imazh të rrejshëm ti. Do të thënë Edi Rama është një politikan i korruptuar, partnerët e tij janë oligarkia ekonomike dhe krimi organizuar, ama çuditërisht ka dalë të mbush mendje deri para protestës shumë kujt në perëndim që ai është një udhëheqës progresist, liberale kështu me radhë. Ndërkohë që është e kundërta. Unë e kam krahasuar me Nuri Beun e filmit Koncert vitin 36, pra i personazh anakronik, i personazh që pasuria e cilit dhe pushteti i cilit bazohen kurrizin e të drejtave të tjerëve, dhe në këtë sens më gëzon fakti që edhe nëpërmjet komunikimit ton me partnerët deputet të Parlamentit Evropian edhe me shtypin ndërkombëtar, ja kemi dalë që ta thyejmë këtë imazh të rrejshëm të Edi Ramës, dhe tani shumë kush e ka kuptuar edhe në perëndim se me çfarë
satrapin, kuptimin që persët i përdornin dikur kemi në krye të Shqipërisë, dhe sigurisht me Edi Ramën është e kuptueshme që me qeverisë kaq korruptuar është e kuptueshme që dëshira ose vullneti për të integruar në Bashkimin Evropian nuk mund të realizohet, sepse nuk mjaftojnë vetëm arsyet gjeopolitike, duhet edhe shtet ndërtimi demokratik për ta mundsuar integrimin e Shqipërisë. Gjatë protestave u fol për tentativa infiltrimi. Dhe për frymën e tyre, a mendoni që ka pasur interesa politik për ta përçarë këtë revolt? Patjetër, çdo gjë e madhe kërcënon të pushtetshmit dhe të pushtetshmit pastaj përdorin gjitha mekanizmat, edhe luftën frontale dhe luftën hibride për të prishur protestën. Edi Rama besoj e ka provuar përmes provokatorëve në turm. Kujtoj për shembull rastin e thyrjes xhamave tek komisariati i policisë numër 3, dolën 2-3 veta me maska nga turma, që askush nuk e njinte, askush nuk dinte kush ishte. Thyen xhamat dhe ikën, domethënë, edhe të gjitha që ishin protestin thoshin mos e bëni këtë gjë. Duket që është një akt provokimi, pastaj sigurisht që të gjitha subjektet e mbrapshta në Shqipëri kanë tentuar ta provokojnë dhe përçajnë protestën, mirë, por maturia qytetare ka qenë aq e madhe. Dhe dëshira për ndryshim ka qenë aq e madhe saqë të gjithë këta provokatorë përçarës s'ia kanë dalë, edhe janë larguar të pa suksesshëm. Kundërshtarët ju quajnë aktivistë të majt. Dhe ju akuzojnë që doni të riktheni modele që Shqipëria ka lënë pas. Si ju përgjigjeni këtyre akuzave? Ti je aktivist i majt nuk është turp, sepse majta është një nga palët më të rëndësishme në demokracitë përfaqësuese dhe liberale të epokës sotme. Nga majta e natyrës socialdemokrate, të cilës ne i përkasim, kemi arritje prej mesit shekullit 19 e këtej të jashtëzakonshme, për shembull zgjerimi i drejtës votës. Pa lëvizje sindikale nuk do ishte i mundur. Unë e ti nuk do votonim dot në shumë gjatë, sepse nuk do ishim pjesë e elitës ekonomike, siç do të dikur. Kemi shtetin social, kemi drejtat në punë, kemi tetorshin, ditën tetorshe të punës në vend të ditës 6 tetorshe të punës. Kemi shtunën e dielën pushim. Shqipëri shumë pak vete kanë edhe shtunën edhe dielën. Madje një pjesë e konsiderueshme punojnë edhe dielën, por po flas për materializimin e këtyre ideve të smajtës demokratike në botë, dhe unë sigurisht jam krenar që vetë dhe Lëvizja Bashki i përkasim të majtës demokratike, siç ndodh në vendet më të përparuara të Evropës edhe të perëndimit. Sigurisht kundërshtarët tanë duke mos ditur çfarë na akuzojnë në karakterin ton moral, në qëndrimet politike, në programin ton, janë komplet pa zë aty, ka nevojë për një dordolec, domethënë. Edhe nga e majta demokratike që jemi në të vërtetë na shtyn drejt ekstremit ata, domethënë ata na konsiderojnë sikur jemi ekstremistë, na thonë doni të ktheni Shqipërinë e vjetër, ndërkohë që ideja jonë është për një Shqipëri të re në kuptimin e modernizimit të shtetit, modernizimit të ekonomisë, demokratizimit të institucioneve, lirive dhe drejtave themelore të njeriut që Shqipëria nuk i ka pasur kurrë. Kështu që ne nuk duam të kthehemi diku, po duam të shkojmë diku ku s'kemi qenë asnjëherë dhe ku vendet tjera goxha më të përparuara se ne ja kanë dalë në këtë mënyrë, përmes organizimit, mobilizimit qytetar, vedisimit, organizimit sindikal, për shembull. Ne jemi vetëm parti që e theksojmë nevojën e organizimit sindikal, jo vetëm për shkak të drejtave që pa organizim në punë nuk ekzistojnë në Shqipëri, për shembull. Ligji mund ta jap një drejt, por si thua, ajo drejt nuk respektohet sa kohë nuk ka sindikata të fuqishme, por nga ana tjetër sindikatat shërbejnë edhe për të demokratizuar një sistem politik. Ka studiues, e kanë politikën dhe fushë studimi në pjesën tjetër të kohës, ka studiues që kanë arritur në përfundimi që niveli i demokracisë një vendi është në lidhje drejt për drejt, është një raport të drejtë me organizimin sindikal të punëtorëve. Kështu që fakti që ne nuk kemi sindikata të forta tregon edhe pse nuk kemi demokraci të konsoliduar, kështu që këto dy gjëra duhet të shkojnë bashkë me njëra tjetrën, dhe unë sa të mundem do të vazhdoj të nxjis punëtorët, jo vetëm punëtorët atyre që punojnë me krapet, atyre që punojnë me mendjen e tyre, me kreativitetin e tyre, të organizohen për të drejtat e tyre në radh parë, por pastaj efekti i kësaj do të jetë edhe përmirësimi i jetës shoqërore dhe demokratike. Me që jemi tek kjo pjesë, çfarë përfaqëson konkretisht Lëvizja Bashk? Unë besoj që përfaqëson aspiratat më të mira të shoqërisë shqiptare. Nevojën që qytetarë të mbarë, qytetarë të ndershëm, qytetarë që e shohin të mirën e përbashkët me përparësi, janë organizuar dhe kërkojnë që disa ide t'i çojnë përpara, të ndërgjegjësojnë të tjerët, edhe të kemi mundësi t'i vëmë realitet. Shqipëria ka nevojë për shtet të drejtës, që lufton korrupsionin, për institucione të pavarura dhe të fuqishme, që nuk i kemi ende siç duhet. Prandaj ne luftojmë që të arrijmë në këtë pikë. Ka nevojë për shtet social që kujdeset për më të dobtit. Ka nevojë për shtet demokratik që pranon dhe nxit iniciativat qytetare nga poshtë, të drejtat për të organizuar në referendume, për të marrë pjesë në jetën komunitare, lokale,
me përgjegjësi dhe me kapacitet për të marrë vendime. Të gjitha këto janë të rëndësishme për ne, siç është i rëndësishëm edhe një zhvillim ekonomik i qëndrueshëm. Sot që flasim, modeli ekonomik që është në fuqi, është një model i bazuar tek spekulimi, tek pastrimi i parave të pista, tek aventurat me investime të shpejta pa një ide afatgjatë se ku do shkojë vendi, ndërkohë që ne kemi nevojë për të përmirësuar ndjeshëm prodhimtarinë tonë në bujqësi, në industri, në shërbimet e kualifikuara dhe për ta bërë këtë gjë kemi nevojë për atë që shumë shtete kanë kuptuar dhe kanë realizuar para nesh, shtetin zhvillimor. Pra shteti që nuk është shtet grabitqar si deri më sot, pra që nuk mendon ai që shkon zyrën e shtetit çfarë do vjedh sot, që është emëruesi përbashkët gjithë atyre që na kanë qeverisë dekadat e fundit, por që mendon se cila do të jenë impulse zhvillimore në ekonomi dhe si do të bëjmë të mundur që qytetari mesatar shqiptar që punon, që duhet ketë të drejtën për punë, të prodhoj e të shërbej më mirë e të përfitoj për veten e vet më shumë. Këto janë pyetjet kyç që fatkeqësisht nuk parabëhen në jetën politike shqiptare dhe Lëvizja Bashkë ekziston pikërisht për të shtruar këto pyetje si probleme që duhen zgjidhur. Në zgjedhjet e fundit nuk arritët të hynet në parlament. E konsideroni këtë si një dështim apo një etapë ndërtimi për projektin tuaj në politikë? Fati im është komplet i parëndësishëm. Fati Lëvizjes Bashkë si instrument duart e shoqërisë shqiptare për të realizuar aspiratat e vete është shumë i rëndësishëm. Kështu që fakti që Lëvizja Bashkë arriti të ndërrohet parti parlamentare, pra atë që shumë parti tjera kanë dështuar ta bëjnë në të shkuarën, ne ja arritëm pa pasur lek, pa pasur gangster, pa pasur pushtet, po vetëm me forcën e zemrës së aktivistëve dhe mbështetësve tanë është sukses. Është sukses edhe fakti që ne kemi dhënë një shembull emancipimi politik. Nuk ka ndodhur kurrë në historinë e pluralizmit shqiptar dekadave të fundit që një kryetar partie të mos e vendos veten të parë në listën e deputetëve, edhe të mos jetë deputet në Kuventin e Shqipërisë, e të jetë i lumtur për këtë gjë. Kështu që jam shumë i lumtur që shoku dhe bashkëluftari im Redi Muçi po na mirë përfaqëson në Kuventin e Shqipërisë dhe po i tregon shoqërisë atë që ne e dim vet prej kohësh, që Lëvizja Bashkë ka shumë njerëz përgatitur e të ndershëm që deri më sot duke kanë pasur platformën publike për t'u njohur nga shoqëria. Fatmirësisht Redia ka dalë shumë mirë në muajt e fundit, do ja dalin të tjerë në muajt e ardhshëm dhe kësaj ne do të tregojmë atë të vërtetë që e kemi, domethënë që kemi kapacitet për ta qeverisur Shqipërinë. Kjo mosvendosja e emrit tënd në krye të listës, ishte një zgjedhje parimore apo kalkulim politik? Të dyja bashkë. Zgjedhje parimore njëherë sepse unë nuk e shoh politikën për të përfituar personalisht. Unë bëj punën më të bukur në botë. Ta kisha unë dorë, do isha gjithë jetën time pedagog universitetit dhe asgjë tjetër. Po ashtu parimore në kuptimin që duhet dhënë mesazhin që partia nuk është e kryetarit, kryetari është i partisë. Pra partia, ajo Lëvizja Bashkë ka rëndësi përpara kryetarit. Po është edhe llogari politike në ç'kuptim. Atë që thash, përpara 2025-s e vetmja figurë publike me njohshmëri publike Lëvizjen Bashkë isha unë. Kështu që mundësia për të pas dikë tjetër në parlament ishte rasti i duhur për të promovuar dhe për të treguar shoqërisë që shiko çfarë kapacitetesh tjera kemi ne. Dhe ja arritëm me Redin, ja kemi arritur me Mirela Ruko në Këshillin Bashkiak Tiranës, do ja arrim me të tjerë aktivistë kurdo që të ketë zgjedhje lokale ose të përgjithshme, sepse edhe një herë partia nuk mund të jetë një individi. Sepse në moment që partia është një individi, pastaj edhe shteti bëhet një individi dhe gjithkusht bëhet një individi dhe shkojmë në epoka të errta, siç fatkeqësisht jemi ende pjesërisht për sa i përket mënyrës qeverisjes pakën. Sa jeni zgjedhur në krye të Lëvizjes Bashkë? Çfarë ju bën ndryshe nga partitë tradicionale ku flitet për demokracinë e brendshme? Po ja, fakti që për shembull ne kongreset i bëjmë një herë në 2 vjet, kongresi i dytë e bëjmë një vit mbas të parit, që do thotë në 3 vite e gjysmë parti kemi bërë 3 kongrese. Zakonisht partitë bën një kongres në 4 vjet. E dyta, për faktin që pas u rizgjodha në krye të Lëvizjes Bashkë përpara një muaji, pa kërkuar asnjëri, thashë unë kongresin e ardhshëm nuk kandidoj më. Pra në 2029 ne ndryshuam statutin, pra bëm një herë në 3 vjet tash në kongresin, sepse pam që po na merrte shumë kohë organizimi i kongreseve kaq shpesh. Deklarova pasi u rizgjodha që unë nuk rikandidoj në 2029, edhe arshyetimi që përdora ishte ky, që roli kryetarit besoj unë është një rol pedagogjik, sidomos në një parti në fillesat e veta. Pra është pak a shumë si roli mësuesit. Tani pas një farë kohe, do bëhen 7 vjet në 2029 që do të jem kryetari i Lëvizjes Bashkë. Pas kaq kohësh, një mësues i mirë e ka bërë veten të panevojshëm për
të tjerët që do duhet mësojnë diçka prej tij, kështu që nëse unë do kem qenë mësues i mirë deri në 2029, s'keni më nevojë për mua. Nëse do kem qenë mësues i keq, pastaj më përzini se prapë do keni nevojë për mua, kështu që në të gjitha këto aspekte unë jam shumë i gëzuar që po i vendosim këto standarde që janë të papara për Shqipërinë. Biles edhe më gjerë në botën e madhe nuk janë standardet shpeshta, por nga që ne besojmë shumë tek demokracia, tek solidariteti, tek fakti që çdo kush duhet të ketë mundësinë të japë një kontribut, dhe partia nuk mund të jetë pronë private, nuk mund të jetë çiftlik i një njeriu. Duhet të jetë frymet përbashkë, duhet të jetë shumësi. Nga që besojmë kaq shumë këtë gjë, edhe zgjedhjet që bëjmë janë risi, edhe kam përshtypjen që i vendosin rivalët tanë politik në një pozitë keqe, se do duhet të justifikohen ose të maten me standarde që janë shumë të larta për ta. Marrëdhëniet tuaja me opozitën nuk kanë qenë gjithmonë dash të lehta. Me cilat forca politike mund të bashkëpunoni dhe me të cilat do t'i përjashtonin? Ne që në kryetarës kemi përjashtuar kategorikisht mundësinë për të bashkëpunuar me parti që kanë vjedhur popullin shqiptar duke qeverisur, dhe këtu fut Partinë Socialiste, Partinë Demokratike dhe të gjithë bishtat e tyre që kanë bashkëqeverisur në këto 36 vite. Për sa i përket forcave të reja politike, ne po ashtu kemi vendosur disa kritere dhe kam vënë re që pak deri më sot ato forca nuk i kanë arritur të plotësojnë as minimumin e këtyre kritere për sa i përket seriozitetit, luftës serioze politike kundër establishmentit i vjetër, kundër oligarkisë ekonomike, kundër krimit të organizuar, e kundër shumë çkaje të keqe që e kanë mbytur shoqërinë shqiptare. Gjithsesi unë uroj që forca të tilla ose forca të reja që mund të krijohen, sepse politika nuk është çiftligja askujt. Edhe ky koncepti parti e re nuk është prona ase imja ase 2-3 partive të tjera që janë ekzistuar dhe ende quhen të reja, mund të ketë parti të reja që lindin dhe sigurisht me çdo parti që nuk ka qenë pushtet, ne do vlerësojmë rast pas rasti, qofse arrin të përmbushin kriteret e seriozitetit, qëndrueshmërisë, ndershmërisë, karakterit dhe guximit politik. Deri tani s'ja ka dalë askush, prandaj ne aleancën e madhe kemi me shoqërinë shqiptare. Zgjedhjet vendore po afrojnë. A do të jesh ti Arlind kandidat për Bashkinë e Tiranës? Po do të jem. Tani unë shpresoj që ne të kemi zgjedhjet parakohshme të përgjithshme. Edhe në moment që kemi zgjedhjet parakohshme të përgjithshme, shumë çka mund të ndryshojë në jetën politike shqiptare, ama vendimi ynë në lëvizjen bashkë ka qenë që nëse politika vazhdon si normalisht, pra nëse zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme do të jenë në 2029, unë pa diskutim do të jem kandidati i lëvizjes bashkë për Bashkinë e Tiranës. E kam bërë një herë këtë punë jo keq në vitin 2023. Ishim 5 muaj parti dhe arritëm të merrnim rreth 5% votave në Tiranë. Sot besoj potencialin e kemi shumë të madh. Dhe unë kam edhe një pasion për qytetin, se Tirana është qyteti im. Unë nuk kam jetuar kurrë në jetën time më shumë se një muaj larg Tiranës. Po bëj 45 vjeç përpara. Pak muaj bëj 45 vjeç dhe nuk kam jetuar kurrë më shumë se një muaj larg Tiranës, e ndjej Tiranën në të gjitha poret e saj, e njoh çdo pllëm të saj, njoh problemet, njoh historinë, njoh njerëzit në një mas të rëndësishme, kështu që e kam edhe një, si thuaj, shtyse personale që të kontriboj aq sa mundem që qyteti im. Si të duket Tirana sot kur kalon në rrugët e saj? është një xhungël për betoni, është një qytet i pushtuar nga interesa ogurzeze, është një qytet ku po bëjmë para mbi kurrizin e qytetarëve, mbi jetueshmërinë e qytetit shumë pak vetë. Gangster, oligark, politikant korruptuar lokal edhe qendror, ndërkohë që Tirana ka potencialet për të bërë qytet i jetueshëm, një qytet vërtet me zhvillim ekonomik, po me zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, me një zhvillim ekonomik që nuk e përjashton, por përkundrazi e fuqizon natyrën, hapësirën publike, trashëgiminë kulturore, të gjitha gjëra që mënyra se si është qeverisë Tirana në vitet e fundit po i shkatërron në mënyrë të vazhdueshme. Unë jam prind i fëmijëve të vegjël dhe e vuaj në përditshmërinë time fakti që nuk kemi ku luajmë me top. Të më thoshte njëri mua kur ishim fëmijë që një ditë do paguash për të rënë topit me shqelin, do thosha je i marr. Je i marr, do thosh, ose ti më thuash që ku diun, do rrash flatrat dhe do banosh në Mars, në planetin Mars. Derisa sot e beson. Sot është po realiteti i përditshëm, ti nuk ke ku luan me top me fëmijët. Në qytetin e Tiranës ti e ke të pamundur të gjesh një pllëm vend ku ti të luash me top pa të shtyp makina në qytet. Dhe ky është problemi i madh sepse çdo hapësirë publike, këta që do duhet të ishin kujdestar të kësaj hapësire publike e kanë vënë si shesh ndërtimi. Dhe po ta vini re pastaj shumica dërmuese e kullave që ndërtohen janë bosh, sepse nuk i shërbejnë as ekonomisë, nuk është se ka shumë biznese në to. Shqipëria në shumë aspekte është një vend i pravambetur dhe për sa i përket
strukturës ekonomike, mirë po me sa duket janë vend i mirë kullat për të pasuar paratë e krimit organizuar, por nuk mund të vazhdojmë kështu. A shihni vetë një ditë si kryeministër i Shqipërisë? Tani, po të them po është arrogante, po të them jo është ku diu, dikush do të thotë po tani për çfarë po të mbështesim nëse nuk e sheh veten tillë. Shiko. Ose po e them kështu, është ky objektivi juaj politik? Objektivi im politik është që Lëvizja Bashkë të ketë mundësinë të qeverisë Shqipërinë. Pra Lëvizja Bashkë të ketë një ditë 71, të paktën 71 deputet nga 140 mundshëm për të qeverisur Shqipërinë. Nëse do jem unë apo dikush tjetër, kjo nuk ka rëndësi parësore. Unë ta thash, nga pikpamja personale, gëzimi im më i madh, lumturia ime, do të thënë se është të vazhdoj t'u jap mësim studentëve të mi, thën kjo, pastaj janë ca gjëra që duhen bërë edhe kur nuk pëlqejnë, pra është një lloj detyre politike që ose përgjegjësie politike që pastaj ti mbase duhet ta ushtrosh edhe kur nuk pëlqen. Por unë e kam çik për zemër Platonin se dhe jap mësim studentëve. Edhe Platoni thotë që kur shtron pyetër kush duhet qeverisë. Dhe jepi përgjigjen duke të çuditshme. Thotë duhet qeverisin ata që duhet të qeverisin, ata që nuk duan të qeverisin. Pra, të drejtën e përkohshme për të marrë vendime, duhet ta kenë ata, thot Platoni, që nuk e kanë aspirat pushtetin. Nuk kanë dëshirë as pushtetin, as paran, mirë po që i zë rotabishtin sa vite tjetës, edhe për të mos u lënë më të këqime në dorë për të vendosur, janë detyruar që përkohësisht i lënë pasionet e tyre dhe të kontribuojnë për qytetarët. Ky është modeli i politikës që unë kam për zemër, edhe sa të kem fuqi do ta ushtroj. Nëse do të kishe Edi Ramën përballë në një debat televiziv, cila do të ishte pyetja e parë që do t'i bënit? Unë nuk besoj se do ta kem ndonjëherë Edi Ramën përballë në një debat televiziv, se Edi Rama i ka frikë debatet, mund të ketë rreth ndoshta 15 apo më shumë vjet që nuk debaton, madje në mos gaboj i vetmi debat politik që ka bërë ka qenë i përpara 26 viteve me Besnik Mustafajin, kur ishte për herë të parë kandidat për kryetar Bashkia e Tiranës, ka qenë i pari dhe i vetmi debat politik që Edi Rama ka bërë. Edi Rama ka shumë frikë të flasë, të diskutojë përballë njerëzve që kundërshtojnë politikisht, sepse do t'i rënohet imazhi i një politikanit të qëndrueshëm, nuk se do kisha në një pyetje specifike, thjesht do të ekspozoja problemet e thella të qeverisjes tij, edhe premtimet e përmbajtura, shumë nga premtimet e përmbajtura, nga ato 24 orë ujë që i thoshte deri tek ku diun në fillimet e veta fliste për shembull për hapësirat publike, gjëra që edhe si kryetar bashkie, edhe pastaj si kryeministër më shumë i ka tjetërsuar dhe i ka shkatëruar. Për të shkëputur pak nga politika dhe për të kaluar tek jeta personale, publiku e njeh Arlind Qorin si politikan. Kush është Arlind Qori kur mbyllet dera e shtëpisë? Zakonisht i përgjigjem i batut kësaj, një njeri i mërzitur dhe i mërzitshëm, do thosha. Kuptimi që do thënë jeta ime jashtë politikës është shumë modeste dhe e thjeshtë, është një farmase familjare, duke ndëjtur me bashortën edhe me fëmijët e mi, të cilëve mundohem të nxis dëshirën për librin edhe t'i largoj nga telefoni, pa ndonjë sukses të madh të drejtën. Por ende kam shpresë se ka ende kohë. Kur kam kohë, e kam dhe punë, pa e kam dhe pasion, librin, kështu që mundohem të gjej ndonjë orë kohë për të ulur në kafene vetëm edhe për të lexuar ose me libër fizik ose kompjuter, në laptop. Mund takohem në të rrallë me disa shokë të gjimnazit ose të universitetit. Pastaj sigurisht puna në radh parë, puna si pedagog që më zë edhe studimet që më zën pas një pjesë të kohës, por në thelb bëj një jetë të thjeshtë dhe me pasione të thjeshta që janë libri në radh parë, ndonjë film i mirë, edhe futbolli, shoh futboll. E kam pasion, kështu që kur mundem netve ose në mbrëmje shoh ndonjë ndeshje. Me shkemi pak tek futbolli. Me kë je tani që është periudha e ndeshjeve të botrorit? Po unë isha me Gjermaninë, se kam qenë që i vogël me Gjermaninë, kështu që Gjermania u elevinua shumë shpejt, u bë botrori i tretë që lënam, si thua, duke u eliminuar shumë shpejt. Kështu që nga këto skuadrat e mbetura, me që jam tifoz i Bayernit Muniut, po shpresoj ta fitoj Anglia, me që është Harry Kane, kapiteni i Anglisë dhe futbollistët kryesor të Bayernit. Kështu që nga këta që kanë mbetur, shpresoj ta fitoj Anglia.
po zakonisht nuk e fitojnë skuadrat me cilat jam unë, kështu që ky nuk është augur i mirë. Politika është një profesion që konsumon shumë energji. A ndjesh pak borxhli ndaj familjes ose shoqërisë, personave të tu të afërt? Po, është e vërtetë. Domethënë, unë shpenzoj me fëmijët, me bashorten, më pak kohë se çdo doja shpenzoja dhe më pak kohë se shpenzon qytetari mesatar. Sepse politika, organizimi, protestat, komunikimi me qytetarët është shumë i rëndësishëm. Po, kam pasur fat që në radh parë bashortja ime ka qenë jo vetëm mirë kuptuese, po dhe inkurajuese. Domethënë, është e rrallë besoj në të tilla po themi marrëdhënie që të gjesh dikë që të nxit të shkosh përpara, pra që e kupton një lloj syti rëndësinë e asaj që po bëjmë, edhe është e gatshme jo vetëm ta pranoj këtë fakt, po edhe të më inkurajoj që të bëj më shumë politikisht. Jam përpjekur që tua përcjell të ide dhe fëmijëve me sukses të pjesshëm, domethënë sigurisht janë ende vegjël, 11 vjeç, kështu që jo të gjitha gjërat mund t'i kuptojnë. Mirë, po besoj që edhe ata deri në një farë pike kuptojnë që kjo që unë po bëj është për të mirën e të gjithëve, është për të mirën e gjithë shoqërisë, kur është për të mirën e gjithë shoqërisë është edhe për të mirën e tyre. Së fundja, siç ta thash pak më herët, sa kohë nuk kemi fusha ku të luajmë, parqe ku të luajmë, sa kohë nuk kemi si shoqëri 5 gjëra minimale apo bazike që i gëzon çdo shoqëri tjetër, atëherë dikush duhet sakrifikojë nga koha e vet në mënyrë që këto të mirat gëzohen nga të gjithë. Kështu që besoj që pjesërisht edhe me fëmijët ja kam arritur që ta përcjell idenë e domosdoshmërisë që kësaj që po bëjmë, që sigurisht mbas është e pakëndshme për ta, kuptimi nuk më kanë aty aq shpesh sa do donin, nuk luajmë bashkë aq shpesh sa do donin, luanin, por unë përpiqem ta kompensoj aq sa është e mundur kohën, duke gjetur pak kohë për të luajtur shah me fëmijët. Fatmirësisht ka filluar të hyjë pasioni për shahun, për të luajtur te trotuari aty poshtë pallatit, për të marrë topin dhe për të bërë ca pasa. Mundohem të gjej pak kohë me thonjë, si thon, ta gryej atë kohën për të ndetur pak më shumë me bashortën e fëmijët. Si e ti Arlind si baba, i rrept apo djegëlues? Unë jam besoj modeli i prindit liberal, ta nuk e di është mirë kjo gjë apo jo, ta shoh pas sa viteve kur fëmijët tanë janë të rritur mjaftueshëm. Domethënë dialogoj me fëmijët e mi, ju flas, lui kam gjuajtur kurrë me plëm, domethënë në jetën time s'kam për ta bërë këtë gjë kurrë, sepse më duket poshtruese për fëmijët të bëhet diçka e tillë. Përpiqem përmes argumentit, për forcës së argumentit që t'i shty nga e mira, po tani të shohim kur ata të bëhen 18 apo 20 apo 20 ca vjeç që të ketë mbaruar ai procesi i formimit ku familja të ndikon më shumë, për të parë nëse kjo qasje liberale që unë kam pasur e kam rritur apo jo. Sepse tani unë mund të marr medalje ari për mënyrën se sillen me fëmijët, po tani të shohim cili do jetë produkti, shpresoj të jetë i mirë. Cilat janë vlerat që jeni munduar që t'i mësoni më shumë fëmijëve tuaj? Ndershmëria e vërteta, guximi, edhe që pasioni për libra, për kulturën në përgjithësi. Domethënë nxis shoj në një film, nxis të lexoj në një libër, nxis të komunikoj në gjuhë më të pasur, sepse besoj që karakteri i njeriu të përpunohet, edhe kultura është ajo që e përpunon më së miri. Sigurisht janë solidar me njëri tjetrin, janë solidar me shokët, qofse shoku i kërkon diçka, t'ja japi, jo thonë e kam për vete, sepse unë besoj që kjo është mënyra e mirë për të krijuar komunitet dhe për t'u ndjeri përmbushur. Njeriu përpara se të ketë duhet të jetë. Po përdor një dikotomi që përdorte dikur një psikolog gjerman, Erich Fromm, thoshte midis të kesh edhe të jesh, zgjidh. Të kesh edhe të jesh, dhe ai zgjedh të jetë përpara se të ketë. Kështu që ky posesiviteti për të pas gjëra, për të pas pasuri, të varfron shpirtërisht edhe të bën që të ndërtosh marrëdhënie toksike me të tjerët. Ndërkohë që bujaria, hapja ndaj tjetrit, solidariteti mund të lënë mbase me më pak bollok material, po të përmbushin aq shumë shpirtërisht saqë ti arrin atë lumturinë që besoj synon shumë kush funditës. A do dëshironi që fëmijët tuaj ta ndërtonin jetën në Shqipëri? Unë po luftoj që të fëmijët e mi ta ndërtojnë jetën në Shqipëri. Unë po harxoj kohë, nerva, mund, gjumë që fëmijët e mi dhe jo dhe fëmijët e mi, po fëmijët e gjithkujt të jetojnë në Shqipëri,
sa më shumë ata rriten, aq më shumë mendoj ikin e tyre larg Shqipërisë. Domethënë i friksohem kësaj gjëje. Para 5-6 vjetësh ata ishin shumë të vegjël dhe mendoja se sa të rriten këta. Ka kohë. Ka kohë. Po tani ata janë 11 vjeç, atë them që pas 7 vjetësh do kanë mbaruar gjimnazin. Do ishte e rënd për mua, për ti me shoqe që ata të ndjeshin të detyruar të iknin, sigurisht. Çdo njeri duhet të ketë lirinë për të larguar nga fundi vet, fundi. Lirinë për të zgjedhur ku të jetojë. Kështu që nuk jam as me këtë tjetrin që priti të bëhet aq posesiv sa ta lidh fëmijën për këmbë tek si thua, karrigja e tavolina për të mos ikur. Pra lufta ime e cila është që Shqipëria të bëhet vend i jetueshëm dhe pastaj, nëse dikush do të jetojë larg ose jo, aty të çështje zgjedhje, jo çështje imponimi siç është sot. Sot praktikisht është imponim. Ta bëjmë çështje zgjedhje dhe kur ta bëjmë çështje zgjedhje, unë besoj që shumë më tepër shqiptar do të vinë në Shqipëri, do të kthehen në Shqipëri se do të ikin. Patjetër do ketë edhe të tjerë që ikin se jetojmë në një botë moderne, një botë ku komunikacionet janë të shpejta, edhe ku njerëzit kanë edhe kureshtin mbase për të parë botën e madhe. Pra nëse fëmijët tuaj do të zgjidhin një ditë që të largoheshin, do t'i mirë kuptonit? Shiko, unë nuk e përfituroj dot veten si tirani emocional që, ku di unë, u thot fëmijëve po ikët ju, ne do na pushoj zemra edhe do na gjejnë komshit mbas 2 javësh të dekompozuar, por do të patjetër që do shiko. Unë mendoj që fëmijët, kur them fëmijët në kuptimin e raportit bir edhe prindër, jo fëmijët thjesht si të vegjëlit, po fëmijët duhet kenë të drejtën në një farë moshe që po tjetë gjëja e duhur edhe t'ju a thyen zemrën prindërve. Besoj te ky, si thua, te ky rebelimi që ka drejtën ta bëj çdo kush, kështu që pavarësisht se mua mund të më vinte keq, nëse i bebi apo i mbir zgjedh largohet, do e respektoja atë vendim dhe nuk do doja t'i bëhesha kurrë barre emocionale për t'i thënë që ik ti, po ku i dihet da gjen apo s'ta gjen. Nuk është kjo mënyra e shëndetshme për ndërtuar marrëdhënie. Duhet që njeriu të qëndrojë në vendin e vet, sepse ka dëshirë. Prandaj thash, detyra ime është të bëj ç'është e mundur që të jetë dëshira autentike e fëmijëve, jo vetëm fëmijëve çdo kujt, për të ndëritur në Shqipëri, për të punuar, për të studiuar, për të kontribuar, për të krijuar në Shqipëri. Ti Arlind je dhe pedagog. Si e shikon arsimin në Shqipëri? A mendon që i përgatit ai të rinj të konkurrues për tregun evropian? Problemi i arsimit në Shqipëri, arsimi ka shumë probleme, ka probleme që kanë të bëjnë drejt për drejt me mënyrën si është organizuar sistemi arsimor, nga faza më e ulët tek faza më e lartë e vet. Mirë po, prapë mendoj që ka edhe probleme që i vijnë arsimit nga jashtë arsimit. Cili është problemi kryesor që i vjen nga jashtë arsimit? Fakti që shumë kush që studion në Shqipëri nuk arrin të gjejë lidhjet midis asaj që studion dhe tregu i punës. Dhe fajin këtu e ka tregu i punës, se mënyra si është strukturuar tregu i punës. Po më thoshte një person protesta, kanë disa vite në Gjermani. Kam mbaruar për kimin në Shqipëri. Në kimi isha student i mirë, mbarova shkollën, punoja kamarier. Sepse s'kishte ekonomia shqiptare vende pune për kimistë. Shkova në Gjermani, thotë punoj në institucion shkencor. Pra, problemi është që mënyra se si e kanë strukturuar ekonominë, që duan ta bëjnë gjithë kamarier për të shërbyer të huajve që vinë për turizëm këtu, nuk është e duhura. Na duhet zhvillojmë industrinë, na duhet zhvillojmë shërbimet e kualifikuar në mënyrë që të ketë më shumë nevojë për punonjës të kualifikuar e përpasoj studentët që janë në këto shkolla të ndjejnë motivin e duhur për studiuar më shumë. Pastaj kur vjen puna tek organizimi i arsimit, për mua dhe them këtë përsëri edhe si prind, është skandaloz fakti që për shembull në Tiranë ende bëhet mësim me turne. Shkolla ku kam bërë gjimnazin, Ismail Qemali. Në 96 kam hyrur tek Ismail Qemali, bëj mësimi me turne. Në 2026 vazhdon të bëhet mësimi me turne. 30 vjet turne. Do të ku diun, po të vazhdoj kjo punë në 2066 do vazhdoj të bëhet me turne. Pra, mungojnë shkollat, aty ku ka shkolla nuk kryet ai proces që kryet në vende të tjera evropiane. Mësimi me edukimin me afat gjatë, jo thotë fëmijët kanë mundësi që mbas shkolle të hanë një vakt ushqimi në shkollë, të bëjnë detyra, të kenë aktivitete sportive, krijuese, artistike. Sepse ta thash një herë, ata që na qeverisin ne, kur hyn zyrë, mendoj vetëm një gjë, çfarë do vjedhim sot. Ndërkohë që do duhet mendonin krejt kundërtën. Si të shërbejmë sa më shumë dhe sa më mirë shoqërisë sot, nesër e kurdoherë. Dhe për ta përmbyllur, pas përvojës tuaj si aktivist dhe politikan, a besoni ende shprehjen që Shqipëria bëhet? Unë mendoj që vendi ynë mund të transformohet në mënyrë të papërfitueshme nga shumë kush sot për mirë.
askush nuk mendonte që mbi 100.000 shqiptarë do të protestonin kundër korrupsionit, kundër kapjes shtetit, për shtetës drejtës, për shtet social, siç ka ndodhur prej disa javësh në protest, dhe kjo është një energji shoqërore që pa diskutim do të ketë efektet e veta. Kështu që unë jo vetëm mendoj, po besoj që Shqipëria mund të transformohet në një vend, një mend të zhvilluar, demokratik, me institucione të forta të shtetit drejtës dhe me solidaritet social. E kanë bërë vendet tjera, nuk kemi pse mos e bëjmë ne, nuk jemi të mallkuarit e dheut, kemi potenciale, kreativitet, dëshirë për punë, dëshirë për sipërmarrje të ndershme, plot, thjesht na kanë munguar kushtet. Qofse ndërtojmë kushtet, unë besoj që do shkëlqejmë. Arlind, të falenderoj që ishe sot me mua. Kënaqësi që të kisha në studio. Falenderoj unë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.